Selam aleikum të nderuar dëgjues, ju përshëndesim gjithë juve. Takohemi bashkë me edicionin më të ri të emisionit edukativo fetar. Me neve në studio profesor doktor Shefqet Krasniqi. Selam aleikum profesor. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dhe sonte do të dëgjojmë fillimisht një këshill nga profesori, më pastaj të nderuar dëgjues ju mirpresim në 044 156614, ku mund të na telefononi direkt, por edhe të na dërgoni SMS pyetje. Por e dëgjojmë fillimisht profesorin. Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن سلك طريقه واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل حياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار ادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم آمين. أفلندرم الله مضروار تبارك وتعالى dhe bim salavat pejgamberin e bekuar sallallahu ta'ala alaihi wasallam, mbi njeriun më të mirë, më të devotshëm, më të sinqert, mbi njeriun të cilët më së shumti ja pa hajrin në mbar njerëzimi. E mjafton për këtë dëshmia të madhit Allah azza wa jall, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nuk të kemi dërguar ty për të jetë Muhammed vetëm se mëshirë për mbar njerëzimin, hajër dhe bereqet për mbar njerëzimin. Alayhi salatu wassalam. Ai i bekuar tan kohën e tij, tan jetën e tij, punoi për të vëdjesuar njerëzimin. Njëherë fillimisht në besimin e shëndosh në të madhin Zot, e që ka qenë edhe misioni të gjithë pejgamberëve të madhit Allah, nga Nuhi alayhi salam deri te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. En ya'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. O ju njerëz, adhurojeni një Zot, nuk ka tjetër Zot që meriton të adhurohet me të vërtetë pos tina. Pra thani la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, dhe se Muhamedi është rob i dërguar i Allahut azza wa jall. E pastaj punoj në atë ditë që të edukoj shokët e tij, të ngriti dhe të përsosi, të pajis me vlerat të mëdha, vlerat të cilat borojnë nga Kur'ani dhe nga Sunneti, ashtu që vërtet arriti të bëj burra, të krijoj burra, në thojza në aspekti kuptimor, burra të mëdhej, të cilat do t'jenë më pas yje të pashuara deri në ditën e Kiametit. Do t'jenë njerëz të cilët do ta përhapin këtë Islam, të marrën nga goja e tij e pastërt tek shokët e tyre, nxënësat e tyre, dhe ata tek ata që kanë ardhur të tjerët pas tyre, dhe kështu gjenerat pas gjenerate, deri tek ne të vijë ky Islam i shëndosh, i kthjellët, sikur sa ditë që ka zbritur. Ky i bekuar sallallahu alaihi wasallam arriti me mirësinë e tij, me vlerat e tij, me karakterin e tij, me urtësinë e tij, me mençurinë e tij, me psikologjinë e tij, me imanin e tij, me punën e tij, vërtet të krijë një gjenerat që do t'ja kenë lakmin mbar njerëzimit deri në Kiamet. Andaj bind shumë themi, në asnjë mënyrë nuk ka gjenerat që ka pasur, që ka qenë dhe që të tjetë më e mirë se sa gjenerata e parë, e që janë shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilët Allah e lavdëroi me Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lavdëroi shumë me hadithe të shumta. Të nderuar vëllezër dhe motra, kudo që jeni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
falem javën e kaluar, apo dersën e kaluar, rreth 4 kalifëve, Ebu Bekrit, Umerit, Osmanit dhe Aliut, dhe kemi thonë për ta se ata janë burrat më të mëdhej të mbar njerëzimit. Janë më të mëdhejt, jo vetëm të umetit islam, jo vetëm të shokut pejgamberit, por janë burrat më të mëdhej të mbar njerëzimit mas pejgamberëve të Zotit. Allahu ka dashur dhe ka ngritur shumë. Allahu ka dashur dhe ka bërë shumë të mirë, shumë të devotshëm, të dobishëm, frydëdhënës, ndihmëtar të pejgamberit alayhi salam në misionin e tij. Dhe cekëm disa hadithe në lidhje me vlerën e tyre, e mund të shtojmë ende sa të domi, sepse për ta është folur e folur shumë nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, po edhe nga shokët e tjerë, sahabët e tjerë. Sa për ilustrim, në këtë kohë të shpejt apo të shkurt të cekëm, thënë pejgamberit alayhi salatu wassalam, sikurse të mblidhej, të bashkohej imani, besimi i krejt ummetit tim dhe të vendoset në njërën anë të peshojës, ndërsa në anën tjetër të vendoset të peshojës të vendoset imani e Ebu Bekrit, do t'ja kishte mundur imani e Ebu Bekrit. E pasi Umeri, Osmani dhe Aliu. Që të 4 këta janë të përgëzuar për xhennet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përgëzuar për xhennet sa kanë qenë gjallë. Bile për pas këtyre të 4-ve janë edhe 6 tjerë të përgëzuar për xhennet, e që janë të njohur në historinë islame dhe në terminologjinë e hadithit, 10 të përgëzuarit me xhennet. 10 të përgëzuarit me xhennet, e që ata të bekuar janë natërisht Ebu Bekri, Omeri, Osmani, Aliu, e që i cekë më lartë, pastaj vjen Talha, Zubejri, Saadi, Saidi, Abdurrahman bin Aufi dhe Ebu Ubejd ibn al-Jarrah, besniku i këtij ummeti, radiallahu anhum, Zoti qoftë i kënaqur me të gjithë ata, po edhe me neve. Hadithet për këtë janë të sakta të vërteta. Njërë ndër ato hadithe është hadithi vërtet i Said bin Zeidit, radiallahu anhu, i cili ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 10 veta janë në xhennet. Pastaj i ka numëruar pejgamberi alaihi salatu wassalam. Ka thonë, Ebu Bekri është në xhennet, Omeri është në xhennet. Pra është për xhennet live, Uthmani dhe Aliu, Zubejri dhe Talha, Abdurrahmani dhe Ebu Ubejdi dhe i fundit Saad bin Abi Waqasi. I numërojnë 9 e heshti për të 10. Ata të cilët ndëgjuan i thanë, poshtë madhe në Zot, kallëzana kush është e 10, a i tha, pasi që pa më bëni be kush është e 10, po ju kallëzaj se e 10 që këshipi flet juve. Pra është Saidi bin Zeid bin Amr bin Nufel. Nga modestia ti, kë nuk deshti me të regu vetë vetën e vetë, me lavdru vetë vetën e vetë, por deshti me heshtë këj bekuar e me cek vetëm shokët e ti. Pra 10 sahabët ta quhen 10 të përgëzuar për xhennet. Për se cilin për i tyre, dhe kjo është parim i akides, i besimit të ehlus-sunet dhe xhamatit, është parim i besimit të ehlus-sunet dhe xhamatit, për atë arsye 10 në përgjithësi pa amen i ka cekur Abu Hanife në librin e tij Fiqhul Akbar, pastaj me amen i ka cekur Imam Tahaviu në librin e tij Akide Tahavije dhe të tjerë, dhe ulemaja me vënshëm dhe është konsenzus
mendim unanim i të gjithë ulemave të ehlus sunnetit se këta të 10 janë të përgëzuarit për xhenet. Për secilin prej tyre kanë ardhur hadithe veç, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lavdron dhe i cek pozitat e larta të tyre që kanë në islam. E ne natyrisht nuk mund të cekim ato tani, shkak frikës se mos pëzgjasim, por po mjaftojmë këtë hadith që u cek më lart e që i përfshin të 6 përpas të 4 të parë e që janë khulafa ar-rashidin, për të cilët o fal më herët apo janë cekur më herët. Natyrisht se këta sahabi, shok pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë më të mirët. Ne kështu dëshmojmë si musliman, dhe dëshmojmë për ta se janë xhenet li, por nuk janë vetëm këta. Ka dhe shumë të tjerë. Bile, inshallah, kretë sahab ne shpresojmë dhe kemë bindit që janë në xhenet, por ka dhe shumë të tjerë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dëshmuar se ka qenë gjallë se janë në xhenet. Si për shembull, Hasani dhe Husejni, 2 djemt të Aliut radiallahu anhu dhe të Fatimes, ka thënë i bekuar, këta 2 nipat e mi, Hasani dhe Husejni, janë zotrit e rinis në xhenet. Pastaj Fatimja radiallahu anha, e bia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të cilën pejgamberi ka thënë, kjo bia jame kjo për Fatimen është zonja e grave të xhenetit. Pastaj Okashe bin Mahsan radiallahu anhu, ai sahabi i bekuar për të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshmoi se do të jetë prej 70.000 ditën e kiametit që do të futen në xhenet pa farë llogarie dhe pa i pyetur kush as pa i marrë pyetje kërkosh, por drejt do të hyjnë në xhenet. E që tha ja Rasulullah, odu Allah në kune minhum, lutë Zotin që t'jem prej tyre, kur pejgamberi shpjegoi se do të ketë edhe burra mesin e tyre 70.000, të cilët futen në xhenet nga ymeti im bigajri hisabin wala iqabin, as nuk do të dënohen, as nuk do të merren pyetje fare, drejt hyjnë në xhenet. Tha ja Rasulullah, lutë Zotin që t'jem unë prej tyre. E Allahu tebareke ve taala i dha mundësin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të thot po ti je prej tyre. Pra përgëzoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se është prej tyre, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pastaj lumej për veti, pastaj Thabit ibn Qais, pastaj edhe të gratat, sigur se Khatija, sigur se Aisha, dhe gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe shumë të tjerë, si Abdullah ibn Mas'udi dhe shumë të tjerë që pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam ka dëshmuar për ta se do të jenë në xhenet. Ndërta sahabët që dhanë besën pejgamberit alaihi salatu wasalam gjatë marrëveshjes së Hudejbiyes, e që kanë qenë diku mbi 1400 veta. Allahu i ka përmendur ata sahabi së është i kënaqur me ta, pra do t'jen numërohen për sahabëve më të mëdhej, do t'jen për xhenetlive, ka përmendi madhi Allah te bareke ve taala. Pastaj pjesëmarrësit e luftës së Bedrit, për të cilët që janë diku rreth 313, për të cilët pejgamberi Zotit ka thonë për ta, le të bëjnë këta çka dojnë, Zoti ka falë ta njerëz, o kryejmë punë aty në këta veç presin kuptimi i hadithit, veç presin momentin e vdekjes, përndryshe krejta që kanë marrë pjesë në Bedër janë prej xhenetlive. Pra, për të gjithë këta kanë ardhur tekste të veçanta se janë sahabë të përgëzuar me xhenet. Allahu qoftë i kënaqur me ta edhe me neve. Kur është fjala tek të 10 të përgëzuarit për xhenet, po dhe të tjerët sahabë në përgjithësi, vlen të ceket, nëse vazhdojmë të cekëm ata të cilët kanë preashtu, apo nuk kanë pajtu me mendimin unanim të ehli sunetit, janë rafidit disa shia ekstrem, të cilët nuk i dojnë të 10-ët.
me preshtëm të Aliut radiallahu anhu. Ata Aliun e veçojnë, por jo edhe të tjertë, natyrisht është bindje e tyre, dërsa bindja e ehlesenetit muslimanëve ne jena kemi parimet tona, e kemi mësimet tona, fundamentet tona, se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë burrat më të mëdhej, secili prej tyre, por natyrisht edhe ata kanë dallime mes veti, por janë njerëzit më të dashur, të cilët dhe më të mirë që të krejt ummetit islam. E fundja secili ka mendime të veta. Ne si musliman, se ehl sunnet, kemi një respekt të veçantë për familjen e ngushtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu për pas shokëve të tij. Bile para se me shku të familja ti, apo para se me unal të familja pejgamberit alaihi salatu wassalam, ne si ehl sunnet, jene ummet i mesëm, edhe këtë do të di çdo musliman, ne nuk kem punë me ekstremizëm, as ekstremizëm të tepruar nga ana e shtrëngimit, as ekstremizëm minimal nga ana e neglizhimit apo neglizhencës, se dyja janë ekstreme, të skajshme, të kundërta njëra me tjetrën. Por ne jena i mëty mesëm. Ekstremet të kësahapt mund të shfaqet, ose të qmojmë, të teprojmë, të shejtrojmë dë njërën prej tyre. Ne nuk e shejtrojmë asë sahabi, ne theme ata e njerëz, sikur se të tjertë. Po në anën tjetër, edhe nuk i shajmë, edhe nuk i mallkojmë, edhe nuk distancohemi prej tyre. Jo, pra, jena i mëty mesëm, kemi qëndrim mesatar, e dim dhe jemi të bindur sa dëshiria ndaj tyre është pjesë e imanit, dhe se urrejtja për të folurit keq për sahab është pjesë e nifakut hipokrizisë. Gjithashtu, ne ehl sunneti flasim shumë mirë për familjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam, për pasardhësit e tij dhe për ehl bejtin. Sigurisht se dhe familja e tij, si gratë e tij, futen në grupën e sahabëve në përgjithësi, por ata dhe veçohen si ehl bejt, sepse si familja e pejgamberit ehl bejt, sepse natyrisht kanë një lidhje të veçantë me pejgamberin alayhi salatu wassalam, e që në krye të kësaj, apo të parë që futen në familje ti në ehl bejt, janë gratë e tij, ati të bekuari alayhi salatu wassalam, pastaj akrabaja ti të afërmët e tij, sikur se axhallarët e tij, familja Abbasit, familja Abu Talibit, familja Gjaferit, Harithit, që janë bite Abdul Muttalibit, axhallarët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, pasardhës të axhallarët e pejgamberit. E me pasardhës të tij, aty të bekuar, janë për qëllim fëmijët e atij zotniu alayhi salam, e që janë Kasimi, Abdullahu, Ibrahimi, nga ana e djemve, ndërsa nga ana e vajzave, Zejnepja, Rukia, Umu Kulthumi dhe Fatimja radiallahu anhum, që të gjithë fëmijët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë vdekur gjatë jetës së tij, pas Fatimes radiallahu anha, e cila ka vdekur 6 muaj mas pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe pejgamberive që ka në farë mënyrë ka përgëzuar gjatë pak ditë para se me vdek, gjatë smundjes së vdekjes, oj Fatime, mos e mërzit se ti do të jesh njeriu i parë që do të më takosh mua mas meje. E që Fatimja komentoi këtë se së shpejt dhe asaj do t'i vjen vdekja mes pejgamberit alayhi salam dhe vdekja e bekuar 6 muaj mas pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po ashtu, me pasardhësit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë për qëllim edhe fëmijët e Fatimes,
e që janë Hasani edhe Husejni dhe lëst e tyre radiallahu anhum. Të folur të mirë për ta është duke i cekur të mirat e tyre, vlerën e tyre, meritat e tyre. Pastaj kur të përmendet njërë për tyre, me thonë radiallahu anhu, apo Zoti qoftë i kënaqur me te. Ai i cili flet mirë për ta, ai vërtet e ka pastruar vetveten e tij nga nifaku apo hipokrizia, siç thotë edhe Imam Tahaviu, Allahu e pasmëshiruar në akiden e tij. Kur është fjala të gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që janë familja ti kryesor, familja ti më e ngushtë, që përfshin të gjitha gratë të cilat kanë qenë gjallë kur ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e që janë 9 gra, edhe ato të cilat kanë vdekur duke qenë gjalla i bekuar, e që janë 2 gra. Dhe me thonë gjithsejt 11, nëse nuk e të përujme për nuk e zgjasëm, do t'i kisha cekur vetëm me emra, pa fut në detaje, se cilin prej tyre në pika të shkurtra. E para është Khatijja, radiallahu anha bint Khuwailid, e që është dhe gruaja e parë të cilin pejgamberi alayhi salatu wassalam është martuar me te sa ka qenë në Mekë, bile ende para se me u shpallur për pejgamber. Ka qenë në moshën 25 vjeçare, ndërsa Khatijja ka qenë gruaja e vej në moshën 40 vjeçare. Aja është nana të gjithë fëmijëve të pejgamberit alayhi salam përpos Ibrahimit. Nuk është martuar ai bekuar me asnjë grua tjetër sa ka qenë kjo grua gjallë. Ka qenë shoku më i ngushtë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ndihmësi më i mirë i tij në davet. Nga ana e gjenisë femërore ka vdekur 3 vite para hijretit apo para shpërnguljes për në Medinë radiallahu anha, për të shmërzitur shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E dyta, Saudatu bint Zam'a al-Qurashiyya, edhe kjo është një grua e Qurayshitëve, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është martuar respektivisht, ka bërë kuror me te sa ka qenë në Mekë pas vdekjes së Hatijës radiallahu anha para shpërnguljes për në Medinë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam pas Hatijës e ka fejuar Aishën, por me Aishën është martuar pas që shpërngull në Medinë, ndërsa me Sevden është fejuar pas fejesës me Aishën dhe është martuar para martesës me Aishën. Në tre, Aisha bint Ebu Bekr Siddiq radiallahu anhu dhe është vetmja grua të cilën pejgamberi ka marrë vajzë të re, përndryshe krejt tjerat i ka marrë të veja. E Aisha ka merit të madhe në Islam, ka vlerë shumë të madhe dhe është një prej yjeve të pashuara të përhapjes së dijes e të shkencës, veçanërisht të legjislatorës islame. Numërohet për miftive më të mëdha të sahabëve të bekuar të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sa për ilustrim ka thonë Urve të ibn Zubair, e që ka pas Aishën bashteze motër të nanës, ka thonë për te nuk kam pa njëri më të dishëm për Kur'an të sa Aisha, për tezën e vetë për flet. Nuk kam par njëri më të dishëm për Kur'an, e as për ndonjë fars, halal dhe haram, e as për fik, e as për mjekësi, e as për poezi, poete, as për të kaluarën historinë e arabëve se sa Aisha. Nuk kam pa njëri më gjeni se sa në të shkenca. Radiallahu anha. E katërta, Hafsa bint Umar ibn al-Khattab, Hafsa bia e Umerit radiallahu anha, e cila ka lindur në Mekë para dërgimit të shpallës, diku rreth 5 vite, ka qenë martuar, pastaj
i është vra burri e pastaj është martue me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Omeri radiallahu anhu dorën e bijës vet i afroi Osmanit. Osmani nuk e pranoi, tha smuj. Pastaj i afroi Ebu Bekrit. Ebu Bekri nuk i dha përgjigje fare. E pastaj deshti Zoti dhe martu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ke bekuar ka vdek në Medinë në vitin 45 Hijri në moshën 60 vjeçare. Seleme bint Ebi Umeje, thuhet se emra ka pas Hind, e ka pranuar islamin qysh heret në Mekë. Edhe kjo ka qenë e martuar me heret, i ka vdek burri, e pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është martuar me te. Ummu Habibe radiallahu anha, grua e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bia e Ebu Sufjanit, që Ebu Sufjanin njohin shumë, kujtoj qytetarët vëllezërit tanë dhe motrat, një prej krevëve Mekas, e që ka pranu islamin në shlerimin e Mekës vitin e 8 Hijri. Ummu Habibe. Zeynep bin Gjash ka qenë gjithashtu prej Mekaseve, ka pranuar islamin heret, është përngull në Medinë, ka qenë martuar me Zeid ibn al-Harith, me djalin adaptuar të pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe Zeidi pasi lëshoi Zeynepën, Allahu nga qielli 7 e urdhëroi pejgamberin të martohet me Zeynepën. Për atë arsye Allahu i madhruar Tebareke wa Taala tha në Kur'an, në surët Ahzab: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون للمؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Dhe kur Zejdi kishte vendosur që të ndahet prej saj dhe nda prej saj, ne të kurorzuam ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ne të kurorzuam ty o Muhammed, mënyrë që besimtarët mos të kenë kat, mos ta konsiderojnë kat e vështërsi në martesë me gratë e të adaptuarve të tyre, la ilaha illallah, kur ata heqin dorë prej tyre. E që i bie, Allah i madhruar përdon me thyë një traditë që kanë pasur Arabët në kohën e ignorancës, ku djalin adaptuar e kanë konsideruar djalë vetin se që veprojnë një numër i konsiderueshëm i shqiptarëve tek ne, e i bie nusja e djalit është re e jotja, e martesa me re është haram, natyrisht nëse ai ndahet apo i vdes burri. Në këtë rast Allah po do më tregu se jo, nuk është haram, sepse nuk është djali yti, e për me thyje këta me eliminue totalisht, përpos që ka zbrite atë Kur'anor, që mos thuj është djali imi adaptuar, por thuj është vëlla në Islam, përpos kësaj, për me forcu këtë edhe më shumë, dhe për më rënu këtë traditë edhe më shumë, pasi që Zejdi e lëshoi gruan e vet, Allah i madhruar i tha pejgamberit, shka dhe merre, ajo është gruaja jote. Zeynepja radiallahu anha më pas krenohej para artakeve të veta të pejgamberit alayhi salatu wassalam, duke i thënë: ju i kanë martuar prindërit e juaj me pejgamberin, ndërsa unë kam martuar Allah i madhruar nga qielli 7. Gjithashtu kemi një Zeynep tjetër, bint Khuzejme, bint al-Harith radiallahu anha, edhe që ka qenë martuar edhe me të pejgamberi, është martu sallallahu alaihi wasallam më vonë. Por ka vdek gjatë jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, 2-3 muaj nuk ka nejtë më shumë pejgamberin dhe ka vdekur radiallahu anha. Mejmunatu bint al-Harith, që pejgamberi alayhi salatu wassalam e martën gjatë prapërsisht në vitin e 7 gjatë umrës që e bëri kaza. Dhjeta Gjuwairije bint al-Harith, e cila ka qenë një robneshës në zonë rob, është liru, e ka liru pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe pastaj ka kërku prej saj dhe martua i bekuar me te
Safije bint Hajj bin Ahtab, e cila ka qenë nga qifotet e Khajberit, e pejgamberi ka qenë shumë e bukur, e pashme, edhe këta ka martu pejgamberi alayhi salatu wa salam, dhe kjo është 11 pika të shkurtra. Sigurisht të gjitha gratë e pejgamberit radiallahu anha apo anhunne kanë merita të mëdha. Ato përpës që në gra, jenë sahab, jenë edhe bashkëshort pejgamberit alayhi salatu wa salam, ato që unë edhe nënat e besimtarve, nënat e muslimanve, e që është për qëllim një shenjtëri dhe respekt. Po ashtu edhe sa për këtë martesës apo ndalesës e martesës me ato gra. Ashtu siç e ka mashkulli haram të martohet me nënën e tij, gjithashtu e ka haram të martohet edhe me ato nanat muslimanëve e që janë gra të pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allahu qoftë i kënaqur me to dhe me neve dhe me të gjithë muslimanëve, me të gjithë muslimanët, ja Rabbel Alamin. Natyrisht se këtu në pika të shkurtra se për këtë familjes së pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam dhe 10 sahabëve të përgëzuar për xhennet, që ne jemi të urdhëruar të ndjekim rrugën e tyre si burra dhe gra, si mashkull dhe femra, sepse në matematik një dhe një bëjnë 2, nuk bëjnë 3, e në legislaturën islam e shariatën islam, rruga e xhenetit është vetëm një, është rruga të cilë për të cilë Allahu ka thonë wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Kjo është vërtet rruga ime sigurt e vërtet, andaj pasojeni ju atë o ju musliman, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, e mos i pasani rrugicat djathtë dhe të majt, sepse ato ju humbin, ju devijojnë. Rruga e xhenetit është rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është rruga e Kuranit, është rruga e sunetit, është rruga e sahabëve, është rruga e muslimanëve, ehle sunetit, që ne vazhdojmë ta ndjekim këtë rrugë dhe do të vazhdojmë inshallah taala deri në kiamet. Allah na forcoft në rrugën e tij, ja Rabbel Alamin. Zoti din më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faleminderit profesor. Të nderuar dëgjues, do të bëjmë një pauzë, pastaj do të rikthehemi në studio ku i mirpresim në 044 156614. Ju qëndroni me ne. Rikthehemi në studio të nderuar dëgjues dhe do të vazhdojmë pjesën e dytë të emisionit. 044 156614. Qëndroni hapur, ju mund të na telefononi, por edhe të na dërgoni SMS pyetjet pra nëpërmjet po të njëjtit numër. Ndërkohë që ne përderisa të kemi ndonjë dëgjues në linjën direkte, do të fillojmë të marrim edhe pyetjet të cilat na kanë arritur në formë të shkruar në këtë javë, por edhe pyetjet që na kanë mbetur edhe nga java e kaluar. Profesor, një dëgjues e ka dërguar këtë pyetje: Selam aleikum, thotë kam një pyetje për profesorin. Thotë jam e martuar, unë, burri dhe fëmijët, përgjithësi familjen tonë, thotë nuk e pim duhanin dhe nuk e dojmë as ambientin ku pihet duhani. I kam thënë vllaut kur të vish tek unë mos me pi duhan brenda, por ai po e merr për të keq këtë që ja kam thënë unë, sikur se ne nuk po dojmë që ai me ardh tek ne. Atër si me vepru, a me leju, thot, me pi duhan në atë ambient kurim, apo me mbajt qëndrimin ton. Por me që e pasnim një telefonat, për marim, pastaj do t'i kthemi edhe kësaj pyetje. Alo? Selamu alaikum wa rahmatullah. Aleikum selam, nëse ka mundësi pak me ngrit zërin këtu nga teknika, sepse nuk po. Selamu alaikum wa rahmatullah, po ndëgjona mirë tash? Ka mundësi. Alo? Sepse në studio nuk po dëgjohet mirë. Tash, a është në rregull? Vetëm pak sekonda nëse ka mundësi të prisni, pastaj do të kemi ndoshta një komunikim më të mirë, më të qartë, sepse nuk po ju dëgjojmë. Okej. Nuk e di a jemi gati me dëgju?
Apo na dëgjon? Po unë pyet dëgjoja, çfarë filloj apo si? Mirë, provojmë nëse po dëgjohemi tani. Urdhra? Selam aleikum wa rahmatullah. Aleikum selam. Okej. Desh na më pyet hoxhën, në fakt një dy pyetje desh na më bën. Hoxh, a ka ndonjë hukum nëse a ka ndonjë hukum për cilën mendim do të më marr dietarëve nëse për shembull dy dietarë thonë kështu e dy dietarë kanë mendimin ndryshe. A ka ndonjë rregull se cili mendim do të më marr për shembull një popull të caktuar se çka vjen? A do të ajo cila është më lehtë apo e cila flan në zemër më shumë? Apo është diçka tjetër? Edhe deshta me pyet gjatë namazit në farz me xhamat, nëse falesh me xhamat, a ka ndonjë rast specifik ku duhet mandej me bëu se visej dhe nëse habitesh diçka? Neve po na vjen keq, por nuk patë mundësi me dëgju mirë pyetjen, ndoshta shpresojmë që do të rregullohet çështja dhe shumë shpejt do të kemi mundësi që ta dëgjojmë këtë dëgjues, të ta marrim pyetjen sepse nuk arritëm as unë dhe as profesori me dëgju. Profesor, përderisa të rregullohet çështja e lidhjeve direkte, i kthehemi pyetjes paraprake në mënyrë që mos të humbim kohë dhe çështja e duhanit. Bismillahirrahmanirrahim. Është mirë, është shumë mirë që duhani nuk e pen kërkosh familjen tonë motër, por po më duket sjellja jote pak me vëlla mos është jo të pruar, por me efekte anësore me pasoja. Tash vllau e pën duhanin. Të vetë themi thon vllaut mos hajde dhe ai për keq kupton. E që i bie ai thot sikur se nuk po don me të ardhën s'dvi hiç. Ruajtja e lidhjes farefisnore. Mbaj mend, ruajtja e lidhjes farefisnore. Këtë rast motër e vlla është më e madhe se sa me shtrëngu punën çështjen e duhanit. Shqetësia po të kishte qenë raki, ka qenë krejt ndryshe. Pra me thonë vlau, one kur vete ti mo të dëmë qitë me pi raki alkohol. Në këtë rast, edhe në të kisha thonë jo, mëse qitë. Por, thot për dheze duhanin, ti as mos e thuj dheze, as mos e thuj mëse dheze. Le ta pen. A me pas men, se pen heq. E dyta me pas men, edhe nëse pen afro të dritarja, ose del në balkon, që me daltime, e jo me pengue fëmin një patë vetë. Por që ka ti bëjsh, kjo është mentaliteti tina, është kultura ti të të dëru se ki vla, nuk bërë me thamë vla të ashtu. Se runa zëmë nuk marrë dhe të leqitja, e leqitja është e madhe. Po. Mirë, kalojmë tek një çështje tjetër, një dëgjues thot profesor, thot unë jam një motër muslimane dhe mu thot vllau më ndihmon, më mban faktikisht financiarisht dhe me parat që më jep vllau, unë i shkolloj gjithë fëmijët e mi. Ai nuk e përmend askund dhe askush thot nuk e din që më jep pare. Thot a e ka se vap që e mban komplet fshehur si këta që e bën. Pse se ka se vap? Pa e ka se. Ai bashkë më shifta ka se vap shumë. Se kur të kalzoj dynja, që në me motrën o njerëzën e me motrën, del që të në televizor burë, që kalzën gazetën të nanë se ke bo nanë që e me motrën. Pa i se vapi madha, kur muslimani bë një punë, dhe nuk dënë më ditë heq, më reklamu korë për jetë. Sen s'pe vynë atina me marrë vajsh dynjaj që e me motrën e thminë. Sen se vynë. Heq, burrat e mirë, që kjo është, kanë që cilësi, kjo është humanizm e vërtetë. Kur të bën mirë, apo i bën mirë dikujt, dhe jo që se përmen atina, po nuk dënë me ditë për kërkosheq, nuk bën me ditë kërkosheq, mundësisht, hala mami, shkallë me lartë se kja, mës me ditë as te për kujna për dim paret, apo për kujna për dim që ndim.
Kjo është shkalla më e lartë e mirësisë. Zotë e rujtë atë vëlla, është vëlla i mirë, edhe ti inshallah i motër e mirë, e lutë për vëlla, non stop lutë për te. Allahu më rujt dinin, dynjan, familjen, shëndetin, pasurinë, e më shtu Zotë i bereqet. E më shpërbly për atë ndim që të afron ty dhe fëmijëve tu. Po. Në gjaj, po. Një dëgjues e ka dërgu këtë pyetje, thotë selam aleikum hoxhë nderuar, apo e kemi një telefonat, shpresoj ta kemi. Alo? Alo, mi mbroma, selam aleikum, Gjavidi nga Amerika. Selam, më shumë pak po e dëgjojmë, sepse këtë në studio nuk po deporton zëri. Nëse ka selam aleikum, Gjavidi Gashi nga Amerika. Ne nuk po e dëgjojmë dëgjuesin. A më dëgjoni tash? Unë po ju dëgjoj shumë pak, nuk e di profesori nëse ju dëgjon apo jo. Mirë, urdhra. Kam një pyetje. Mirë. Faleminderit për telefonatën, profesor, unë pjesërisht e kuptova, përveç përshëndetjeve që ka për ju, e thotë çka ka ndodhur me një person i cili e ka sulmu Ebu Bekrin dhe Omerin, me siguri ju jeni ndjeni se për çfarë po pyet, unë kaq e kuptova, kaq munda me dëgju. Nëse mendon që ka sulmu Omerin, ai është Ebu Lu'lu al-Majusi, ase ke për qëllim për te djalëri me origjinë persiane, e ka therrë Omerin me thikë. Thikë me dy teha, e ka thonë Hanjar, duke qenë namaz sabahut. E namaz në sahabët, në kohën e tyre, nuk ka pas drita fare, as nuk ka ndez as një lamë, tërrjen falë. Kështu që nuk ka vrejt kërkosh dhe i ka dëpërtu, të qenë sahabët namaz, ka dëpërtu shtyjnë safe, lagane safe, dhe i shku në saf parë, edhe i ka ra Omerit me thikë, disa herë, dhe sa ka rëzu. E pas të ka fillu me ikë, dhe të ikë, të imshu e sahabët djathë majt, dykon 2-13 sahabi ka lëndu a rënd, dhe disa për i tyre kanë vdekur. Dhe sa njëri sahabi, kër e shef se nuk është puna halakat o bërëmuja të, që ka bone aj, e hjekit atë farë mantilin e vetë, atë farë gjyben që ka pas, e a gjujti për mi. Kër e gjujti për mi, a i murë thu dhe rëdzu, edhe e kuptej se kanë me kap, e ra vetë thik, dhe myti vetën. Kjo është Ebu Lu'lu al-Majusi, i cili ka qene shërptor i El-Mughirët ibn Shu'be. Po, kjo është pika shkurtra, me origjinë nga Persia. E kemi sërish një telefonat, alo? Alo? Alo, apo na dëgjon? Unë të jenë dhe shërmje, po jetë në zëmë. Shumë pak, nëse ka mundësi... Mirë, vazhdo, nëse mundemi me marë pyetjen, urdhra. Amnistira, a bën një antit bazës amnistira, dhe pyetja ditë është më të foli për gratë të nga Amerika në Selam, që a janë nga dënë Allahu Azzegjel të gratë të nga Amerika në Selam. A e këtë që më të rëzë bënë, të di pyetje dënë. Mirë, faleminderit, profesor, arrite me të gjuhë diçka? Të gjuhë pas kuptova. E kishte një emër cilin edhe unë nuk e kuptova, mu po më vjen shumë keq nga dëgjuesit sepse është shumë me vështirësi jemi tu i ndëgju e më tepër nuk po i kuptojmë.
Ndoshta kishte qenë mirë profesor mos me marr telefonata direkte sonte, nuk e di, është propozimi im, sepse më duket vetëm po shpenzojnë kohë shumë pak, po mundemi me i dëgju. Nuk e di rregulla teknike, kam vapa teknike se pemi. Nëse arrin në teknik, nëse ka mundësi, të paktën me i shkruajt ose diçka, sepse po më duket që veç po i harxojmë kohë e ne nuk po arrim me i kuptu pyetjet. Kërkojmë halal nga dëgjuesit për sonte, shpresojmë që nuk do të përsëritet, por ndodhin në emisione direkte, ndodhin edhe këto, nuk është diçka e jashtëzakonshme, sidoqë që tjetë nëse arrim me rregullu, i marrim, nëse jo, po i lexojmë pyetjet që i kemi këtu dhe njëherë na e bëni halal, por në emisionet që transmetohen direkt gjithçka është e mundur. Atëherë, profesor, po kalojmë tek pyetjet që na vinë nëpërmjet SMS-it. Është një dëgjuese e cila thotë: Selam aleikum, thot profesor, a ka mundësi thot të më jepni një përgjigje për pyetjen time? Meqense shumë herë thot po i shkruaj dhe nuk po ka mundësi me marr përgjigjen. Thot djali im në fakt thot e fal 5 vaktet namaz, por jetojmë jashtë, domethënë Kosovës, dhe aty ku ne jemi, xhamiat udhëheqen domethënë nga turqit. Jo, nuk ka xhami që udhëheqet nga shqiptarët. A është kjo në rregull? Dhe pyetja tjetër thot, e ka marr djali një Kur'an i cili është i përkthyer nga kurdët. Edhe kjo më intereson, thot, a di se a është tamam në rregull kjo çështje. Elhamdulillah që djali falet. Zoti ta ruaj të djalin dhe ton fëmin. Ty dhe të gjithëve. Xhamia si xhamia, shtëpia e Zotit. Nuk është në rëndësi motër. A janë ata turqi, araba, shqiptarë, bosnjaka, afrikana, somaleza, ku ta diun. Më rëndësi është me fal namazin. Edhe kaq. Pse xhamia e turqëve sa të keqe nuk ka. Shkon në fal namaz, të turqët vjen të shtëpia dhe kaq. Sa i përket përkthimit atij, kuptimit Koranit nga ana e kurdëve, tash nuk më i piktujt me gjyku, sepse më me hingjëna, nuk e njehone, nuk e di natyren e përkthimisve, biografinë e tyre, natyrën e përkthimit, më me para gjyku me hingjëna, nuk guxoj. Për ata ka nevojë me vejtë dikan atje që e njohin përkthysin. Ata çka muj me siguru djalin tanë përkthimi që është nga që është gjermanisht, nga arabisht janë gjermanisht, i botuar në kompleksin e botimeve mbreti fet në Medin, e që pjesë sa është edhe përkthimet e kuptimeve të Koranit në gjuhën shqipe, që ajo është saglam, është të pashtë, është të shëndosh, sepse e bëhet në shumë kontrolla, në shumë kalena për duar shumë të komisioneve. Për ndryshe që ka përkthi njerëzit në njërë vetjake, i botojnë, i shpërndajnë, atë nuk gëzojna me ndërhy me folë, sepse mund të parazgjikojmë. Mund të jetë mirë, mund të jetë i shëndosh, nuk e dim, Zoti na falë. Po. Një dëgjuese ka dërgu profesor javën që shkoi këtë pyetje, thot jam një djalë 22 vjeç dhe po më duket që nuk e kam lexuar dhe që kam rëndësi po e marr. 22 vjeç thot dhe jetoj në Zvicër e po më intereson thot një pyetje më ja bë profesorit. Unë mundohem që ta fali namazin, por nuk arrit thot me mbajtën mend as edhe një dovë të vetme, hiç asgjë. Thot unë falem me telefon, i vendoj dëgjueset në vesh, por prap nuk arri dhe nuk ka mundësi me mësu për me mbajt mend dhe për me u falë si duhet. Profesor thot, a e kam gjuna që po mundohem më falë në këtë mënyrë dhe si me vepru? Jo, gjuna, nuk e ki ti për te ki sevap. Gjuna, nuk e ki për e ki sevap. Me emër të Zotit, te ki sevap shumë, je pak. Allah që përbleft. Ti falë, mund është më falë me telefon, mund është më falë edhe me letër e vla. Me një letër. Kun letër i ki dovë të shënuare, ki e fatihan. Inata ina, kullu Allahon, të hiatin, qështu dovë kërësore të cilat dhe të me kënu namaz. Dhe i kapi lezën.
Tu fal, me një anë në dorë lidhesh, me një anë tjetër në dorë ka letrën dhe lexon. Sa të keq që nuk ka. Sepse Allahu neve që në ka thonë Kur'an, fattaqullaha mastata'tum. Veprani, zbatani dinin, keni drozotin, kryeni farzet, mastata'tum aq sa mundeni. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk ngarkon më shumë se sa që mujna me bajt. Zoti nuk ngarkon më shumë. Pra, Allah të ngarkon ti më mundu më fal. Po ti duhesh më përpjek atë sa mundesh. Sa mundesh që i ngarkuar. Sa s'mundesh nuk je i ngarkuar. Pra mundesh më fal, të e lexu, muj, je i ngarkuar ki farz. Sigur sa mundesh më falën kam, po, je i ngarkuar më falën kam. Pas mundesh më falën kam, mundesh ullur, a mundesh më falë urë, po, je i ngarkuar më falë ullur. Me atë që mundet njeri ngarkohet, me atë që nuk mundet nuk ngarkohet njeri ju. E ti je shumë mirë duke vepru, Allahu të forcoft, e ta lehtësoft, e inshallah keme mësu më falë, që është mas mirë, inshallah, por vetëm vazhdo. Thot një dëgjuese profesor, jam një motër muslimane nga Gjermania dhe kam 2 pyetje në fakt për profesorit, thot më ka vdek baba para 1 viti dhe a duhet thot me dërgu ndonjë hoxh tek vori babës për me bë dua, po si me vepru në rastet kur të vdes dikush, kjo është e para. Dhe dyta thot gjithashtu thot para 1 muaj vjerës i ka vdek vllau, por nuk i kemi treguar, jo nuk e din që i ka vdek vllau, me qenë se thot është smur prej zemrës, i ka 87 vjet dhe ne po kemi frikë që mos po i përkeqësohet gjendja kur ta kupton. Si me vepru thot na jepni një këshill. Allah shpërblet, sa për që nuk i keni tregu vjerës, ju e dini më mirë familja. E keni pa tullës, mos me i tregu, mos e tregoni, nuk ka dërt, inshallah, se keni gjëna. Ndërsa me dërgu dikën të vorët më lut, ke kërkun këtë dynja nuk shkron. Kjo është bidat. Do të më luti vetë për babën tënë, për vihërën tënë, për dajën tënë, nanën tënë, ka në këtë vdekun. E në ka nevoj me dërgu Hasan, Hisenin, e filan, me shku më lutë për neve. Në mujna me thana tyne, kur të rina me ta, kur të shohëm, ose kur ndëgjohëm me ta, lutë për babën tënë me më shëru me falë zoti. Po, por me thana shkët e vorët, se dek para 1 vite, para 50 dite, 60 dite, kja nuk është për dinit zotit e motër. Nuk është për fesë islame. Allah në gjenet qoftë. Po pyet një dëgjues, thot profesor, është e obliguar në fakt agjerimi nëse je, domethënë, pa orar të caktuar shofer në për rrugën Kosovë-Shqipëri? Jo, nuk e ketë obliguar agjerimin. Nëse je pa orar të caktuar në një distancë përmi 33 net e që bje dikon 80 km përmi, sigur se raste që shkan për çdo ditë në Shqipëri, shkan e kthehesh, ti nuk e ke obligim me agjeru Ramazanin. Por e ke obligim me bë kaza kur të mundesh. Një tjetër dëgjues javën që shkoi e ka dërgu këtë pyetje. Thot profesor, thot kam qenë thot e fejuar para 4 viteve dhe me që kam fillu thot ta praktikoj namazin dhe jam kthy në rrugë të Zotit, thot jemi ndarë dhe sepse nuk e ka pëlqy thot bashkëshorti im rrugën e islamit. Por tash thot pas ndamjes në një farë mënyrë thot nëna ime sikur gjatë gjithë kohës thot insiston që të martohen, thot unë kam 29 vjet dhe një këshill e du nga profesori. Allahu ta lehtësoft. Të fajs ke sen. Çka ki fajti? Ti e feju, të ka dhëzu Zoti, nuk të ka dash të burri me namaz, i fejuare, kënë arderit të ndarja. Fundja kanë kader e Zotit para së një del. Ta një jetë i shpija, nanës i dhimesh, se nana tute që për jetë pa martu. Nana për tute ka. Për ata nanën dojtë me qëtësu, me thonë, nanë, vjen kader e Zotit, më s'ki der, vjen me emër Zotit. Vjen Allah e vlijateve nuk i humbë. Ka thonë Allahu o me të qillehe gjallehu ma khërgja, ai që ka frikë Zotit ka me qelull, o i rëzuku me në hejthu la jehtësib, dhe ka me qurë rëzka se bën me në heq. Rëzka është edhe martesa. Qënë Zotit
udhë me emër ti të bareke wa ta'ala. Allah të forcoft të ndin, ja Rabbil Alamin, e të zgjat hajrin në martesën dënja dhe në ahiret. Një dëgjues tjetër thot, profesor, thot, ne jetojmë bashkë me gjyshin në shtëpi, por ai thot po bëhet shumë nervoz sepse nuk na kupton që ne si familje nuk kemi shumë kohë, thot, që qëndrojmë me të, secili thot i ka drejtimin dhe punën e vet, pastaj e gjithë familja po nervozohemi dhe në një farë mënyrë sikur po çohet peshë gjithë shtëpia. A ka mundësi, thot, një këshill nga profesori? Jo, shtëpia, jo, gabim e keni. Se kje bjen po bëheni me mend plakut. E ton kanë thonë, me mend plakut dhe me mend fëmis më së bë. As më se bë mend plakut, as më se bë mend fëmis. Nuk ka në rregull kjo punë. Plak e nervozohet bërtet, ka pak ka të drejt, ka pak s'ka të drejt. Ka të drejt sepse nuk e kupton natyrën e juve. Ai dënë bollaf, plak e ka dek, shok s'ka, kërkon jo, do me kalu ku ndëqysh, kërkush nuk ka ku me nejt me ta dhe i duke që ka një natë, i duke që është i tepërt, i duke që s'pa format, kërkush s'ka kimet, s'ka vlerë. Pastaj sabri ka pak i hupe, plak është ai. Plakët me bërë rafsh, me thonë ti më i mirë, lëmet na që të kena tyje, për shpija për ty s'ka heshije, ti e shtylla dëre ku shpijës këto e, me ka për qafe kur të vini për shkollës e për punës e, me ka për qafe të mija, nusja virën e, burri, babën e, po pra, me unë që kërë veni ka nërë kështë bujmë laf ka pak 5 minuta, 10-15, ka pak me bolla, ka pak me ta, me lip ka nërë halalin, e kur të halakatat ka pak lene, këthejnë e shpinën, kështë spenina hajti kalan. E jo më nërvëzua dhe jo. Nuk ban pasha zotin, se e hupni dhe sevapet ta në që këshoni babën. Nuk ban. Po. Një dëgjues tjetër thot, profesor, a është e lejuar për muslimanin që të mbaj peshk në akvarium brenda? Po. Është e lejuar, inshallah. Mirë, atëherë profesor, kjo ishte edhe pyetja e fundit që unë pata këtu për ta lexuar sonte, edhe njëherë të nderuar dëgjues kërkojmë falje, por në emisionet direkte këto janë gjëra të zakonshme që mund të ndodhin. Shpresojmë që në javën që vjen të takohemi sërish. Profesor, faleminderit edhe një herë për këtë emision. E shpresojmë që në javën që vjen të takohemi sërish me një emision të ri. Deri atëherë, mirëmbëjtje.